dy vajza me një burg, gratë janë shumë atë shkollume se sa burrat, gru përjashtohet prej tregut punës, e kemi një diskriminim të Leja e Leonis, tashmo nuk pequjmë ne si organizata jo qeveritare pushim, se faktikisht nuk është pushimi, Leonis është një leje që ti e merë prej punës me e pru njët një fmi. Këtive disim na po pajtojmë gjithë që ka ndodhë dhe shumë mirë që ka ndodhë, po prap është ajo pjesa e mentalitetit strukturor të pritshmëri që familja i ka për neve. Ti vetë e the që disa herë që gruaja është shtyllë e shtëpis, ndërkaq që nëse unë do të kisha mundësi të barabarta me personin me cilë tjetoj ose me familjen në përgjithësi, atër nuk duhet me pas pritshmëri që une me pas edhe barën e shtëpis komplet mbi supet e mia, në ndërkohë me pas mundësi edhe për avancim në karrierë. Edhe, për shembull, është pjesa e parë ku një gru përjashtohet prej tregut punës, e kemi një diskriminim të Leja e Leonis, tashmo nuk pequjmë ne si organizata jo qeveritare pushim, se faktikisht nuk është pushimi, Leonis është një leje që ti e merë prej punës me e pru njët një fmi. Është pika e parë kur ti diskriminohesh edhe me uqasën treg punës, edhe ku detyrohet punëdhënësi ty me ta pagu atë leje për sjelljen e jetës, për që e sjell një fëmijë, ndërkaq në krejt vendet e zhvillume, shteti kujdeset për me mbulu atë barë financiare, edhe kjo e bën që në start, edhe pse ka aspekti i edukimit, e ki dy vajza me një burg, gratë janë shumë atë shkollume se sa burrat, në ndërkohë nëse shën në treg punës, gratë janë 3 herë më pak të punësume se sa burrat. Është vërtet ky stereotipi që gjithmonë shoqëria pret që femrat duhet balancoj domosdoshmërisht karrierën edhe familjen dhe që është më shumë duhet fokusohet në familje, gjë që mendoj që është zgjedhja e saj se ku duhet ajo të fokusohet. Po vetëm pa dashme ndërprim pëlqej një fakt që e the që gjithçka fillon prej familjes dhe ti mundohesh me kriju një mendësi ndryshe të fëmijët e tu, të djemtë e tu, që mënyrën se si ata kanë qasën më pas në botë. Kështu që unë mendoj, në familjen time jemi 2 vajza dhe 2 djem, dhe baba edhe nana gjithmonë na kanë trajtu baras, madje neve si femra na kanë privilegju. Domethënë duhet me fillu prej familjes. Unë për atë gjithmonë e kam pas në karrierë, në profesion vetbesimin, se për shembull kur ndoshta ndonjëherë vllai i madh ka thonë apo hapni gotuj, baba gjithmonë ka thonë, no, jo, shko merr veti. Do me thonë, na kam dhënë atë mendimin që duhet i shërbes vetëm diku që është më i dopt ose më në nevojë fëmijëve të moshuarve, po jo domosdoshmërisht vetëm se je grua, të dërgohesh dhe ta kesh atë ndjenjën e përgjegjësisë që ti duhet të shërbesh. Jo, ti duhet të kontribosh, ta jepësh kontributin tënd me profesionalizëm maksimal në lëmin që ti je në shoqëri. Kjo është do thotë e arritur. E këtë mindset, këtë mendësi, të cilën rol luan përveç familjes, patyshim edhe media, mënyra se si sa promovohen, sa tregohen ekzemplaret e femrave të suksesshme në opinion, mënyra se si portretizohet, gjë që mos më pëlqen hiç mënyra se si e shpërfaqin femrën. Për shkak se jetojmë kohën e klikimeve, klikimeve dhe media tashmë, sidomos media. Unë mendoj se edhe ne po bëjmë gabim këtu. Neve po shikojmë problemin e gruas si problem të gruas të veçantë. Problemi i gruas nuk është problemi i gruas, problemi i gruas është problemi i shoqërisë. Nuk mund të përparoj gruaja pa pas përkrajën e shoqërisë.